Ndër destinacionet turistike që karakterizojnë veriun e vendit e kryesisht zonën e Pukës është edhe Maja e Murgës, një balkon natyror këtu në lartësitë e maleve, nga i cili mund të shikosh pamjet manitëse që ofron kryesisht tashmë në stinën e pranverës, liçeni i Komanit. Maja e Murgës në Pukë gjatë 2 viteve të fundit për tërheq kryesisht vizitorë nga Kosova, të cilët gjatë fundjavave të pranverës dyndën për të vizituar këtë mrekulli të natyrës. Maja e Murgës, kjo panoramë shqiptare, herën e parë kur kemi vizituar nuk kemi pritur që kaq bukur, po tash që shpeshini edhe vetë hajkirat janë shumë çuditur në të befasuar me këtë pamje. Veç emocione gëzimi, është aventurë, është diçka që të lidh me natyrën, natyrë shumë e bukur, kështu që gjithçka pozitive. Pri hajqeve të mia, muj me thonë që është pi top 3 hajqeve më të bukura. Të vinë ta vizitojnë këtë vend, Majën e Murgës. Shumë mirë jena të ndi, sidomos me këta ditë buglushat edhe ma mirë. Natyra është diçka ma gjepse. Shumë mirë, pamja është më perfekte ndonjëherë që kam parë. Dhe këtu është afër liçeni dhe gjitha bukuritë natyrore, përfshirë male dhe njerëz më të bukur. E ka ndër ata që po kthehen dhe në vizitor besnik të destinacionit më të ri të Pukës turistike. Unë jam për herën e dytë, shumica e shtektarëve janë për herën e parë. Janë të mahnitur, me thonë mas poku, shtektarë që ka kam posët. Jemi shumë të entuziazmuar që ka kemi posët. Çfarë bukuri ka Shqipnia, veriu i Shqipnisë, Shqipëria në tërësi është shumë e mirë. Jemi të gëzuar që i kemi këtu vend. Emanuel Pietri është i riu që i dha zë Majës së Murgës, duke sfiduar mentalitetin se zgjidhja nuk është vetëm të ikësh jashtë. Një baj ftesë edhe i ftoj të tanë për me ardhur me vizitu Majën e Murgës, Pukën, Majën e Murgës në veçantë se ka një pamje shumë veçantë, sidomos pjesa pranverës deri në mesin e qershorit. Është një ndër majet që ka pamjen më të bukur edhe ja vlen për çdo secilin me ardhur me vizitu. Është një destinacion që nuk ka shumë vështirësi për me ardhur deri këtu, edhe nuk ka asnjë lloj rrezikshmërie. Nëse je i apasionuar pas natyrës dhe don të bësh udhëtime të cilët don të mbeten gjatë në kujtesë, eja në Pukë, vizito Majën e Murgës. Për News 24, Armir Meaj.